Kur fillova të shkruaj, nuk shkrova si një akademik, as si diplomat, e as si studius. Shkrova si një njeri i thjesht i këtij vendi, tani me të lirë nga këta burra. Shkrova si një qytetar, shkrova si një shqiptar. Si dikush që ka parë, ka dëgjuar, ka prekur dhe ka përjetuar vetë, por edhe ka parë në sytë e të tjerëve dhimbjen që nuk shuhet, drejtësinë e vënuar dhe dinjitetin që nuk dorëzohet kurrë. Përmes këtij libri besoj që flasin ata që sot prehen në parajs, pra herojnë tonë, flasin ata që janë aty ku nuk duhet të ishin, flasin ata që heshtja i ka rënduar më shumë se çdo fjalë. Heshtja e jonë. Këtë libër e fillova ta shkruaj pas takimit të katërt me 4 udhëheqësit tanë në Hagë, presidentin Hashim Thaçi, kryeparlamentarët Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe deputetin tonë të nderuar Recep Selimi. I kam vizituar së bashku me kongresmenin dhe ambasadorin Tony Hall, kandidatin 3 herë për çmimin Nobel. I pash jo me sy politike, as diplomatike, as studiuse, po me synë e njeriu të thjeshtë. I pash jo si personalitete me funksione që kanë bartur, por si njerëz të rëndomtë, si bij, si baballar, si bashkëpunëtar, të atyre sot që shprehen në Prekaz, në Likoshan, në Qirez, në Glogjan, në Zudime, në Me, në Krush, në Ispic, e gjithandej në tokën atë autore. Dhe kuptova diçka thelbësore. Kuptova atë se historia e Kosovës nuk ndahet në kapituj. Dhe siç shihet, nuk ndahet në kapituj sikur si historitë e botës. Historia jonë është në vije vetme dhe pa shkputur, edhe pse armiqtë që tonë janë përpjekur historikisht dhe siç po shihet po përpjeken edhe tani, që ata ta coptojnë dhe ta shkusin atë. Vija e historisë sonë themelet i ka nga shpata e Skënderbeut tek kuburja e Isa Buletinit, antarët të cilët i kemi këtu prezent. Nga mençuria e diplomacia e Ismail Qemalit e Hasan Prishtinës, që prapë kemi këtu prezent, deri te durimi i Ibrahim Rugovës, që prapë kemi këtu prezent. Nga pushka e Mjasharit te qelit e Hagës, që prapë kemi këtu prezent. Gjithmonë e lidhur te trimëria dhe e drejta dhe e vërteta. Kjo vi, ata heron, ata amanete nuk kanë dhe nuk guxojnë të kenë ndërprerje as shkutje, sepse siç e thot dhe siç na paralajmëron i Malli Kadare, harresa është mëkatare sa vetë edhe krimi. Ishte mu kjo porosia Kadare son të madh që më foli lehtazi, por prerazi atë ditë kur isha në vizitë në Hagë dhe duke u kthyer në shtëpi. Më tha shumë shkurt: shkruaj, fol, trego, vepro. Nuk e di pse, por e mora atë si një urdhër nga një engjëll perëndije, se nuk shkrua, se nëse nuk shkruaj, nëse nuk flas, nëse nuk tregoj, do të jem bashkëfajtor. Apo edhe më keq, do të jem bashkëpunëtor me ata që po përpiqen të na fshinë apo deformojnë historinë më të lavdishme të kombit tonë. Prandaj kur heshtja flet është, do thosha, një pillull, një terapi kundër Alzheimerit tonë individual e kolektiv, është antibiotiku më i mirë ndaj virusëve e bakterieve të rrezikshme të historisë dhe është vitaminë e antitrup efektiv në mbrojtjen e së vërtetës. Gjatë rrugës time në Hagë, poroj e Prekaz e kuptova se historia nuk shkruhet vetëm me fakte. Ajo shkruhet dhe besoj se vetëm ashtu ka dhe kuptim të shkruhet me zemër. Me kujtime për që të marrin frymën. Shkruhet me shikimin e përfaqësimin e atyre heronjve tanë të gjallë në Hagë që nuk kërkojnë asgjë tjetër përveç drejtësisë, shpejtësisë, transparencës dhe lutjes së tyre më njerëzore. Mos na harroni.